Qëndrueshmëria mjedisore përmendet shpesh në politika publike dhe në plane zhvillimore, por si përkthehet kjo në vendime konkrete, investime dhe ndryshime të mëdha. Në këtë episod të Equal Voices Podcast, do të flasim se ku qëndron Kosova përballë sfidave mjedisore dhe energjetike. Të ftuar për këtë bisedë kemi Dardan Sejdiu, drejtor ekzekutiv në Balkan Green Foundation. Unë jam Agnesa Çorri Beqiri dhe ky është Equal Voices Podcast. Atëherë Dardan, fillimisht mirë se erdhe në Equal Voices Podcast. Faleminderit që ke gjetë kohë për sot për ne. Faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi dhe ju uroj e përgëzoj për punën që po e bëni. Faleminderit. Atëherë na po filloj me pyetjet. Sot kemi me fol për qëndrueshmërinë mjedisore në Kosovë. A mundesh na tregu pak më pak më gjerë çka në kupton qëndrueshmëria mjedisore për Kosovën? Çka duhet përmirësim ndoshta dhe ku qëndron ku mungon angazhimi dhe ku qëndron problemi? Mundemi ndoshta më nis të thonë se kjo është një prej temave më të lënë anash sa i përket mënyrës menumit për shoqërinë dhe zhvillimin. Qëndrueshmëria mjedisore si koncept përveç se është i gjanë prek në shumë tema dhe unë realisht nuk e kam themi kompetencën dhe diapazonin për me i kap gjitha, por do të mundona me i trajtu ato që unë besoj që janë tepër të rëndësishme, që kanë ndikim gjatë madh edhe që të cilat mundemi me i trajtu me një angazhim, kisha me thonë pak ma serioz në aspekt politikave publike, në mënyrën se si e ndërtojmë ligjet dhe mekanizmat implementuese zbatues. Unë për vete, domethënë për këtë pjesën e biodiversitetit, për pjesën që lidhet me tema të kësaj natyre, nuk jam i thirrur me fol, por ku besoj që mundemi me trajtu si temë është mënyra se si e trajtojmë qëndrueshmërinë në përgjithësi dhe në veçanti çfarë lloj modeli ekonomik kemi dhe modeli zhvillimor kemi dhe si ai ndikon në mjedisin e gjithëmbashëm. Duke e thënë këto, unë kisha pas qef me nda në, si me thonë, në 3, hajde themi, fusha, shtylla diskutimin. E para ka të bëjë me si përdoren tokat në Kosovë, e sidomos në zona urbane. E dyta ka të bëjë me mënyrën se si mendojmë për kapacitete energjetike, pra resurset që i përdorim për me prodhu energji, një prej parakushteve për me fol për zhvillim, pra një stabilitet energjetik, dhe diskutimi mbi përdorimin e resurseve këtu, dhe treta që ka gjithashtu të bëjë me idenë e ndërtimit një modelit biznesit dhe bizneseve në Kosovë, i cili është i vetëdijshëm për problemet që i shkakton ose problemet që i eviton nëse angazhohesh me një formë të bërit biznes. Te e para, ndërprejem kur durso në kështu. Te e para, kur flas për toka, sidomos në qytete, në Kosovë në 25 vitet e fundit, qyteti dhe zhvillimi është pa veç si financiarizimi i tokës, në aspekt që gjithçka është ndërtim. Dhe çdo tokë shihet si kapacitet profiti. Dhe kjo e shtyn politikbërje në nivel lokal. Pra, kryetarët e komunave dhe administratat komunale, pa përjashtim në Republikën e Kosovës, tokën e shohin veç prej optikës prizmit të ndërtimit. Edhe kjo nuk kupton që kemi degradim serioz të hapësirës publike. Pra, qyteti është shndruar në ndërtesë e jo në komunitet. Dhe nëse flasim për qëndrueshmëri mjedisore, vendi i cili është godit, hapësira e cila është godit në mënyrë brutale, pa mëshirshëm dhe pa mendim për pasojat, janë qytetet, pa përjashtim. Po dhe ka të dhëna që në Kosovë, domethënë qytetet kryesisht Prishtina ka shumë atë vogël numrin e hapësirës gjelbër për kokë banori se sa qytetet e tjera. Dhe nga ajo që rekomandohet. Nga ajo që rekomandohet dhe e dyta, ta keni parasysh që kushdo që i ka një 10 ari vend në Kosovë, në qytet, e që ka koeficient ndërtimi në 10 ari vend, pretendon ato me shndru në ndërtim. Dhe kjo normale për qytetarëve me prit, për faktin se kjo ka qenë, si me thonë, impulsi zhvillimor që ja kemi dhonë qytetarëve. Ju kemi thonë që çdo tokë është tokë për ndërtim. Gjithçka mundemi me ndërtu, gjithçka metër katror, gjithçka beton. Dhe një pjesë e madhe e diskutimit është çka ndodh me hapësinat publike, sepse qyteti është hapësina publike, nuk është ndërtimi. Vendi ku shoqënohem, ku socializohem, ku ndodh jeta, nuk është banesa,
por është hapësina përpara dhe Që zakonisht mungojnë. që mungojnë. Dhe tash për me shku edhe një haptutje, arsyeja pse nuk shohim fëmijë nëpër lagje, ose pse s'ka lagje. S'ka lagje. Ka banesa, ka ndërtim, ka kere, ka parking dhe ka do mikro hapësira që pretendojnë me bo një kozmetik të gjelbërtës. Janë të rrethuar prej Dhe ndërtesave. fëmijët përfundojnë në iPad. Shoqëria përfundon komplet si me thonë në ekonominë e vëmendjes digjitale. Kjo është e para. Te, si me thonë, mjedisin qytet. Kur mendojna prapë për qytetin, nuk mendojna për shembull për plane se si hapësirat publike me i lidh, edhe me ndërtu ambient si me thonë, hapësirë publike që lidhet, e rrjedhimisht i bjen komunitetet e qytetarët bashkë. Po i shihni qytetet krejt janë të ndame, të fragmentuar me blloqe banesore, të cilat në mes kanë rrugë, jo parqe. Ky është degradimi i parë edhe më masiv që i ka ndodhur Kosovës. Pra një zhvillim brutal i thirrur dhe i shtym pi profitit. Politika publike, Pa plan. politika publike nuk motivohet pi profitit, biznesi motivohet pi profitit. Qeverisja është aty për me balancu nevojën e qytetarit si individ dhe kolektiv dhe profitit për zhvillim. Dhe duhet me gjetë rrugën e cila zhvillon qytetin, rrun mjedisin dhe krijon hapësinë komunitare për njerëz që me undiqen pjesë e një komuniteti. Në mungesë të këtij lloj planifikimi dhe në, si me thonë, në funksion të profitit, mjedisi dhe qëndrueshmëria mjedisore në qytet në një formë ose tjetër është dhunu, shkel, është degradu totalisht. Dhe ka qytete të cilat na shohim këtë lloj dhune të betonit në baza ditore. Një prej tyre është Prishtina. Tjetra ishte rrugës për kur dilni për Prishtinës, dilni fushë Kosovë, sheni çka ka ndodhur. Ferizaj, Gjilani, secili qytet i madh. Të njëjtin sistem. Të njëjtin sistem e ka, pra toka mjedisi është profit. Hapësirë për ndërtim dhe jo mundësi për zhvillim. Dhe ky është problemi i parë, pra mjedisi. E dyta është diskutimi për energji që bëhet në Kosovë. Do me thonë, na realisht shpesh më krijohet përshtypja që mendojmë që jetojmë në ishuj. Po, Kosova, për shembull kur i ndëgjon në politikë bërje dhe në diskutim për politikë publike dhe zhvillim të sektorit të energjisë dhe mundësisë për me zhvillu energjinë, krijohet përshtypja që shpesh nuk e kuptojmë zotimet që i kemi marrë. Për shembull, Kosova është nënshkruese e marrëveshjes së Parisit për uljen e emitimeve të dioksidit të karbonit. Kemi nënshu marrëveshjen e Sofjes, e cila gjithashtu mirret me zotimet tona. Po, dhe me agjendën e gjelbërt. E në anën tjetër, çdo ditë flasim për ndërtimin e një termocentrali 3 me qymer. A prej një janarit këtij viti, na jemi pjesë ose na është vendos taksa e karbonit. Po, që do të kishim vetë politika të brendshme, ndoshta vendosis taksa. Po, tash kur të fol për energji ti thu, okay, qysh e trajtojmë mjedisin këtë drejtim? Çka i bën ky eksploatim ekskavimi qymyrit në aspekt të shëndetit? Keni parasysh? Sipas Bankës Botnore, kostoja e këtij veni për shkak të ndotjes ajrit në jetë njerëzish është jashtëzakonisht e madhe. Dhe do me thonë, kur të flasim për të ardhmen, nëse në një anë hapësirat në qytet i kemi shëndru në beton, në anën tjetër industrinë dojmë me furnizu me energji e cila ka mu taksu dhe ka fillu mu taksu e vjen prej qymyrit. Dhe pse kem pasuri në toksore, qymyr, dhe në anën këtë në fund atje, flasim për një lloj shme thonë, zhvillimi kështu të gjithëbashëm shoqënor, atëherë shohim që ka kontradikta në mendim dhe që mjedisi ose qëndrueshmëria mjedisore lidhet me këto tema. Nuk mund të flasim për qëndrueshmëri mjedisore nëse qytetit i degradojmë me beton, energjinë e zhvillojmë me qymyr dhe hapësirat tjera të cilat i kemi në dispozicion ose mjedisin tjetër, në këtë rast biodiversitetin, e shkatrojmë me lumenjt në Kosovë deri në çfarë gjendje janë. Po për këtë pjesë besoj që do të keni musafir tjerë. Kështu që flasim për qëndrueshmëri mjedisore, duket tokfjalësh i bukur, interesant. Shpesh i përdorën politika publike, plane zhvillimore. Absolutisht, por përkthimi në realitet është e kundërta e saj. Edhe kështu që ka një kohë që unë personalisht angazhohem për me ndru këtë paradigmën zhvillimore,
për me kuptu që e ardhmja është, do me thonë e gjelbërt, fatkeqësisht për ata që mendojnë që e ardhmja është ndërtimi dhe degradimi, ndërtimi me qymër dhe degradimi i qytetit, unë besoj që është e kundërta. Na jemi në kontinent evropian, flasim për bashkim evropian, flasim për bashkangjitje në bashkim evropian, ambicia jonë reale politike tjetër s'mundet me qenë, sepse jemi në atë kontinent, e pra, atëherë dhe politika tona publike dhe zhvillimore duhen me qenë në përputhje me agjendën e gjelbërt dhe agjendën e bashkimit evropian. Shihe, agjenda e gjelbërt, fjali të fundit, agjenda e gjelbërt nuk është më një fjali e bukur, është edhe parakusht ekonomik. Për me shit mall në Evropë, duhesh me plotësu do kushte këto të si me thonë ambientale. Ndryshe taksohesh më njëherë. Për ndryshe taksohesh ose dhe nuk lën hiç me hin treg. Po edhe nëse janë si konkurrent, mandej se çmimi ndron gjithçka dhe prapë përfundojmë në këtë ciklin vicioz të mos zhvillimit. Përveç këtyre që i përmende Dardan, cilat mendon që janë probleme tjera ose ndoshta edhe më specifike brenda këtyre urgjente që kërkojnë veprim të menjëhershëm nga institucionet? Për mua janë veç dy tema që kërkojnë intervenim të menjëhershëm, absolut dhe brutal. Në Kosovë duhet me ndal ndërtimin e pakontrolluar në hapësira publike. Ne na të ndërtu pa asnjë ide të resurseve që na duhen për me mirëmbajt ato, të hapësinave që na duhet për me ndërtu shoqëni, edhe të kapacitetit të ekonomisë me absorbu. Kosovës i duhet një plan zhvillimor kombëtar, i cili balancon mes komunitetit, biznesit, nevojave të biznesit për zhvillim, dhe qytetit si hapësirë e komunitare. Nëse këto nuk e bojmë, kemi me përfundu me lagje që kanë me na ushëndru në geto të mbyllura. Veç është një numër i madh i banesave të pabanuara. Dikun rreth 33% e banesave veç në Prishtinë janë të pabanuara. Kjo është e para, pra duhemi me qit, si me thon, ambicion ton shoqënore, kolektive, politike për te profitit individual të ndërtuesit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, politika publike nuk duhet më shtypi profitit, po prej zhvillimit dhe rritjes. E profiti dhe zhvillimi nuk janë gjithmonë në sinkron kur vihet çështja te jeta më e mirë, më cilësore se cilit prej nesh. E dyta, një strategji, një mendim pak ma future proof, themi në anglisht, apo pak ma e përshtatun me të ardhmen që po vjen në aspektin e mendimit për energji. Mendoj që kjo është tepër më rëndësishme. Kemi hup 25 vite të fol për termocentral. Dhe nuk kemi bërë asgjë. Mendoj që është koha me pranu që jemi vënu. Tash duhet me ndërtu mundësi dhe mendësi tjetër e që lidhet me energji gjelbërt dhe që lidhet me kapacitetet të cilat gjenerojnë dhe vinë prej një intervenimi bazik. S'dia e dini, dikun rreth 35% e energjisë në Kosovë përdoret për ngrohje. Dhe kjo i bjen kapacitet i humbun. Me një program kombëtar për izolim të ndërtesave, na gjenerojmë 35% më shumë rrymë. Veç që tu. Pastaj duhet me hecë tutje me folë për çka po bëjmë me erë, çka po bëjmë me diell, çka po bëjmë me bateri, çka po bëjmë me ndërtim, çfarë lloj ndërtimi, një ligj ndërtimit i cili e ndalon ndërtimin e çfarëdo llojshëm. Se ti mundesh me ndërtu, por nëse nuk ka izolim, nëse drejtori i këtij këshia prapë ka me të hub ty energjia. Kështu që këto janë të tema të cilat nuk janë interesante. Po për publikun zakonisht edhe për institucionet. Po sepse nuk janë interesante për publikun, se halos kemi mri me përkthy në konkrete. Dhe nëse i themi një qytetari që nëse izolohet ndërtesa për shtetit, 30% e faturës tonë rrymës kamera, atëherë veç kemi interesim. Dhe nëse i themi qytetari që nëse futemi në projekte të kogenerimit dhe në projekte të nxemjes qendrore në qytetet mëdha, kërkesa e Kosovës për rrymë kamera, atëherë kuptohet edhe diskutimi pse s'kem nevojë me ekskavu qymyr. Do shta qytetari nuk është problemi, se nuk është e refuzon, thjesht nuk e ka një alternativë të dytë. Dhe nuk e informojnë drejt. Dhe nuk e informojnë drejt, sepse diskutimi për energji, diskutimi për ndërtim, diskutimi për zhvillim nuk arrin të ndonë. Nga njëherë edhe ndoshta edhe kur tenton me informu qytetarët lidhur me tema të ngjashme, e përmendën një prej problemeve kryesore ndërtimet në qytete, sidomos këtu në Prishtinë.
Ne kemi tentuar me realizuar edhe tema më herët për ndërtimet në Prishtinë, por sa çdo që i qasës institucioneve, në këtë rast komunës Prishtinës, ti rezulton hezitim për tyre me marrë përgjigje, e ndoshta shpesh nuk kanë edhe dhëna. Sa është hapësira për kokë banore e gjelbër që realisht po ndërtohet, jo me ato çka është me ligj. E plot dhëna tjera ti nuk i merr, edhe domethënë e ki të pamundur ndoshta me përcjell informacionin të qytetarit. Ku mendon që është problemi këto? Mendoj që tash kjo është një diskutim që kisha me thonë është i domosdoshëm në krejt nivelet të shoqërisë tonë. Sidomos në nivel të administrimit qeveritar, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel kombëtar. Na duhet me insistu edhe si gazetar, edhe si shoqëri civile në hapje totale të dhënave. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që dhënat nuk duhet me qenë përveç në societet qytetare. Dhënat nuk duhen me qenë diçka që na i lusim me na i dhënë. I lut edhe nuk i merr, edhe nuk i merr. Pra, nëse i kem dhënat e hapuna, atëherë qoftë shoqënia civile, qoftë ekspert, qoftë akademia, qoftë gazetarët, mundën me ndërtu modele dhe politika publike të cilat rekomandojnë apo se edhe sfidojnë një lloj mendimi. Për në mungesë të dhënave, ti ki asimetri të informatave. Kur ki asimetri të informatave, ti nuk i mundësi me informu qytetarin. Kur nuk i mundësi me informu qytetarin, qytetari duhet me besu verzionit zyrtar të qeveritar. Sepse alternativë tjetër s'ka, kështu që insistimi kryesor duhet me qenë në hapje të dhënave. Për shembull, nëse flasim për inventarin e ndërtesave që e ka Kosova, dhe nëse flasim për stok, sa ndërtesa e ka Kosova, dhe nëse dojna me bëni analizë cili është niveli i cilësisë të eficiencës në ato ndërtesa, sa janë të izolume, sa rrym hub, sa nxemje hub, sa energji hupet për shkak se janë jo eficiente, na këtë informacion nuk mundem me pas, nuk di me pas, sepse secila ndërtesë e ndërtuar në Kosovë ka një leje ndërtimore me ca parakushte, por nuk ka një databazë e cila tregon se nëse dojna për shembull objektin ku jemi na me izolu për mos më na hub rryma në nxemje, cili është investimi që duhet më bëj. Tash edhe ato leje kur i kanë shpesh nuk inspektohen, nuk e dinë sa zbatohen. Kjo pjesa e inspektimit është pjesa më e dhëmshme në Kosovë. Ju them drejtën, domethënë sepse është pjesa e cila kush e inspekton inspektoratin. Kuptoni, domethënë kjo është tash ku jem si shoqëni në aspekt të besimit në institucion dhe besimit në inspektimin që i bën institucioni implementimit. Duke e thonë këto, besoj që një prej temave kryesore për me folë për mjedis edhe me kuptu qytetarët sa shumë edhe sa shpejt jena tu e dëmtu mjedisin, edhe sa shumë e sa pak jemi tu e rujt në aspekt qëndrueshmërisë, dhënat janë tepër të rëndësishme. Pa u bë hapja totale dhënave, nuk kemi me pas mundësi me fitu betejën e argumentit, sepse qeveria gjithmonë e ka publike, qeveria komunale në nivel qendror që mos të keq kuptohem, gjithmonë ka informacion më shumë se ti. Dhe duke pas më shumë informacion se ti, argumenti i tyre bëhet më i pasur, jo më i mirë. Më i fortë, më i pasur, ka më shumë vitamina. Sepse ti s'ki qasin ato informata. Kështu që besoj që ky është një prej elementeve kryesore që na duhet me insistu, hapja e informacioneve, gjithçka me qenë, domethënë me insistu me një transparencë radikale, ti themi. E përmendë si problem tjetër energjinë. A ka Kosova një strategji për energjinë edhe sa është e matshme ose sa është, siç e thekëm, qëndrueshmëria mjedisore që përmendet vetëm këtu plane. Sa mund ta matim konkretisht? Na e kemi bë na me Balkan Green Foundation, e kemi bë një raport për implementimin e strategjisë për energji për vitin 2022-2024 dhe kemi bërë raportin jo prej syrit të kritik të BGF-it, po prej vlerësimit vetë që ja kanë bërë institucionet sa e kanë implementuar strategjinë. Çish ka dalë? Po nuk ka dalë për lavdat. Dhe tash në prill të vitit 2026 do ta publikojmë për vitin 2025 dhe përsëri nuk del për lavdat. Muna me nda me juve, është dokument i cili tashmë është publikuar etj. Dhe është interesant mënyra se si qeverit janë më shumë të kjo pjesa administrative, si me thonë, kemi pas këtë procedurë, kemi kompletuar, kemi pas, por
por zbatimi në realitet dhe matja si me thonë, ekzekutimin të realitet tregon një fotografi krejt tjetër dhe vetë kur e kanë vlerësu kanë dalë jo fort për mu lavdu, sepse janë të vetëdijshëm që kapacitet zbatues, implementues për dokumentet që janë të shkruar nuk kanë. Ku kanë qenë problematikat kryesore? Kapacitetet zbatuese. Domethënë, kje parasysh Kosova është 2 vjet pa qeveri. Po më ne ka njerëz në zyre. Po kapacitet implementues nuk ka. Dhe kur s'ki kapacitet implementues, për me thjeshtësu se po besoj që edhe domethënë një audiencë pak më e gjonëshe, na mundemi me bo plan shumë të bukur për një shtëpi me bazen. Po nëse nuk ka ndërtimtar, nuk ka ekspert të nxemjes, ekspert të ujit, ajo është një fotografi e jashtëzakonshme. Unë mbi asoj fotografie me të nxjerr edhe plan zbatues, edhe plan veprimi, po prap nuk ndodh kur gjë në terren. Pi planit veprimit edhe pi planit zbatues na mundem me nxjerr para masa dhe para llogari edhe me bë tender. Edhe mi marr çmimet për shtëpinë që e kena vizatu. Po tani kur dalim në treg me atë para masa dhe para llogari nuk ka mjeshtër për me e bë. Kështu që na këtë procedurat i kena kry, po shtëpia s'u bë. E në aspektin e shfrytëzimit të energjisë së gjelbër, ku qëndron Kosova, çysh qëndron? Kapacitet ndoshta ka, diell kemi. Kapacitet e Kosova edhe për diell edhe për erë ka, për diell shumë më shumë. Na e kemi në maj të këtij viti zotimin që parku solar i cili është bë me ankand nga qeveria që shkoi tash qeveria prap. Dikon maj duhet me sipas kontratës nënshkruar duhet dikon një 100 MW me u lshu në përdorim. Po nëse shkoni te vendi aty, kthehemi te shtëpia e vizatume, aty as në baski suvnu, po në maj ka udhëz. Kështu që jemi jashtëzakonisht kadale, jemi jashtëzakonisht keq, dhe Maqedonia dhe shtetet përreth nesh po bëhen shumë më atraktive për investitor në këtë fushë. Sepse parja private hin këtu, nuk jem parja publike. Paraja private hin këtu se energjia është resurs, produkt i cili shitet ka çmim. Dhe Maqedonia, hiç më larg se para 2 javë, ka deklaruar që është e interesuar që me thith investime deri në 4 terawatt energji tripërtrishme. Kjo është 4 gigawatt. Kjo është një diçka që është tepër konkurruese. Pse duhet dikush me ardhur në Kosovë kur një proces për një licencim për me instalu një farm solare apo një farm të turbinave me erë zgjat 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, kur mund me shku në Maqedoni apo në Shqipni dhe një gjë tillë e keni shumë më shpejt. Ai rrymën ka më nai shit neve prap. Po. Sepse rryma vjen është produkti i cili e kemi pa. Po. Domethënë tash sidomos me këto me reduktimet që na dalin blena në vende të ndryshme, tani për me kalu kufinin paguajna 800 euro rryma, çështë. Përveç kësaj ndoshta s'mejnë ato, na. Përveç kësaj si lloj burokracie shtetërore, çka mendon që janë tjera ambicia, okay. Që domethënë që po e pengojnë tranzicionin ose pithojnë kështu pithojnë tash. Janë 3 gjana që i mungojnë qeverive të Republikës Kosovës, jo veç kësaj. Këtë qeverive sa i përket ambicjes kur flasim për energji. Një i mungon ose menimit për energji. Një i mungon ambicia për me ndërtu sistem energjetik dhe me diversifiku prodhimin që me qenë kompatibil me të ardhmen. Pra, një mix edhe një sistem i cili na mbron prej të ardhmës dhe nuk na i shëron diskutimet e kalume. Na mundëm të nditën me full për 2000 MW me qymër, po 600 MW me qymër. Po mas 10 vjetë duhet me dekomisionu, me mshel. Pra një është ambicia për me kuptu që ardhmja është e gjelbërt. 2 është dakordimi kombëtar, nacional, që sa ndron qeveria mos me ndru strategjinë e energjisë. Se s'vjen asnjë investitor. Kërkush nuk hen këtu, erdh Dardani, e ka një ide, erdh Agnesa, tash e ka kjo një ide tjetër. Se këto kapacitete nuk janë kapacitete që ndërtohen për 2-3 vjet. Janë kapacitete që ndërtohen një herë dhe duhet me zgjat 20-30 vjet. Dhe e treta, me thonë një të vërtet brutale. Infrastruktura jonë energjetike, kablat, i kena me afat skadum.
nëse dojna me shti energji 3x3 gjelbërt, duhet më bërë një investim super serioz në infrastrukturë energjetike, në transmision, në distribucion, në llojin e trafove, sepse nuk e bën. Kështu që jena të dasht me pru ujë në një vend që s'ka rezervar. Pra jena të dasht po flasim për energji gjelbërt, po infrastrukturën e kemi. Pra 3 gjana. 1, mund të akordu cila është rruga përpara, me qenë kompatibile me kontekstin ku jemi në kontinent evropian, e gjelbërta është e ardhmja, dush më qenë konkurrues me produkt nëse të më zhvillu. 2, mu pajtu nivel nacional. Dhe 3, me njëherë me investu në infrastrukturën e rrjetit. Pas zhvillimeve të drejtar, sa mendon ku që na do të një vepremar të këto 3 që i përmende? Nuk e di formati cili është i emisionit, po unë besoj që në çdo emision ku jam duhet me thonë ato që unë besoj, e kam me bindje. Derisa na mirëmi me të kalumën edhe me Serbin, këto tema s'kan me ardhë. Edhe tani na kur na bjen mend, vetë se jemi të lashtë. Koha ka hec, shtetet për rreth janë lidh, janë zhvillu, na jemi zbraz, çdo vit një komunë e Kosovës mbyllet. 40 metri dalin. Dhe qëndrueshmëria mjedisore, sektori energjetik, jeta më e mirë. Këto janë parakushte për mua dhe ty me vendos me kalu të ardhmen në Kosovë. Nëse nuk i kem bazën, nëse në vitin 2026, Agnes na takome dhe flasim pse kemi reduktime, atëherë në botën e AI-t, me thonë, përveç se me thonë jemi të lashtë, nuk na me i gjatë tjetër. Fiks, edhe ma të lashtë se të lashtë, s'po di çfarë fjale mundemi me gjetë. Nuk ka fjallë tjetër, kom lyp. Kom lyp. Po është një në anglisht primordial, po s'dia për këtë shqip. E shqip s'pedia së. Kështu të ardhan, përveç këtyne që i përmendëm deri tash, cila mendon që janë problemet tjera mjedisore, që ndoshta i ndihmojnë kësaj paqëndrueshmërisë mjedisore në Kosovë? Pyet, nëse po flasim kështu, më thonë na kapacitetet e kësaj administrate ose këtij shteti për me trajtu mjedisin prej optikës zhvillimit qëndrueshëm janë të limitume, të kufizume. Edhe rrjedhimisht çdo resurs i cili të garanton qëndrueshmëri është i kërcënuar. Lumend, pyet, gjithat janë kërcënuar. Tash na duhet me vendos me çfarë intensiteti cilën temë po e trajtojmë me urgjencë. Se cila ka rëndësi të jashtëzakonshme, se cila ka për shembull të pyet na kemi një industri të jashtëzakonshme drunit, që mund të me qenë konkurruese. Por për me qenë konkurruese, landën e parë nuk duhet me importu ndërsa. Landa parë mundet edhe këtu mu trajtu. Nuk e di, duhet me fol qeveria, por na malit i prejmë për mundëzeje. Kështu që ka që si tema plot, që mundemi munale dhe me fol, po unë e kisha me thonë që të kjo diskutimi i qëndrueshmërisë prej kandit të ambientit në aspekt të pyjeve, lumenjve, biodiversitetit, ndoj që të vynë dikush tjetër e jonë për me shtjellu mirë e mbarë. Po kemi shtjellu na veç deshëm edhe mendimin tëmë. Kështu që sa mendon që janë efektive ligjet mjedisore në Kosovë, edhe sa janë të zbatueshme në përgjithësi? Tash, kur thu efektive, unë po flas, po e kuptoj si sa zbatohen. Po. Okej. Se na në letër i kemi krejt ligjet e mira? Kemi shumë, dhe kemi të mira kryesisht. Ka dhe ligjet cilat i kemi shruta, nes kemi bo udhëzime administrative, kemi kriju pengesa ose kemi bo pika shumëta institucionale, që unë ju thëmë pika transakcioni. Ka shumë institucione për një temë, ato janë pika transakcione dhe tani ka kapaciteti korruptiv dhe degenerues shumë i madh. Na kemi edhe atë problem, ndërtojmë shumë pika administrative birokratike, të cilat bëhen pikat mundshme transakcioni, të cilat to pika transakcioni tani shmangin përgjegjësinë, tani edhe efektiviteti, pra zbatimi i tyre bëhet problematik
edhe tash pak hajgare, shoqër që na mësu me shkruaj emaila gjatë, mu referu në në ligje dhe ikim përgjithësisë. Dhe nëse i shet deklarimet e institucioneve, kur i bën pyetje si gazetare, synimi kryesor është mbrojtja e institucionit e pozicionit vet, jo shpjegimi i situatës. Ekse dhe ai farë transmetimi që tjetër institucione ka këtë përgjegjësi. Unë që kaq muj. Po prej këtu e aty duhet me shku te Agnesa. Shkon te Agnesa, Agnesa thot po ky kur ma ka thuaj emailin, nuk ma ka përmend pikën kas të nenit kas në ligjin kët. Rrjedhimisht unë nuk moj përgjegjësi. Edhe ti mbet në një farë cikli vicioz, do të sill birokratët. Po. Kështu që nuk janë efektive për me përmbledh, po besoj që edhe ambicia jonë shoqërore është minimizuar. Mendoj që një prej problemeve kjo. Shik, na duhet me fillu me besu që ky vend edhe bëhet. Po kur? Po besoj që duhet gjithashtu me fillu me besu që duhet mu angazhu dikush seriozisht në këtë farë pune. Sepse unë besoj që nuk e dia guxojna këtë emision me thonë këto, po çka dush guxojna me thonë? Jo, a mundem ja është pjesë për me guxu, ko gjak na guxu gjatë. Po na duhet me kuptu që elitat politike ko maskohe vyshkën. Afati skadencës ju ka lënë. Ose afati përdorimit ju ka lënë. Edhe bën mekanizma vetë përmbahen, vetë erujnë vetën. Pra, do me thonë, ndërtojnë bariera për mos me i hek prej aty. Do me bën si një lloj smundje autoimune. Do me thonë, ku vetë sistemi e myt vetën veç për me mbjetu. Edhe unë po besoj që jam i bindur tashmë që një kohë që subjektet politike dhe elita politike për momentin është smundje autoimune e këtij vendi. Ambicia mungon, kapaciteti implementues mungon, ata janë vetë sa për me mbjetu, për me mirëmbajt vetën. Dhe jo për me na rregullu jetën. Një pjesë përgjithësisht se marrë edhe vetë se kam qenë angazhuar në politikë për 10 vite. Pas edhe funksion ekzekutiv dhe funksion në kuvend. Por po besoj shumë që një diçka nuk ka mungu të unë. E para ka qenë ambicia dhe e dyta ka qenë, si me thonë, insistimi për zbatim. Dhe po besoj që këto dyja mungojnë sot. Mungon edhe një e treta, që është vizioni se ç'është do këtë ardhmja. Nuk e kanë, janë sporadik dhe janë, që me thonë, të shpërndam edhe secili mundohet me rujt një perandori të vogël të vetën, qoftë partijake, qoftë ministrore. Tani diskutuam kryesisht probleme që ka në Kosovë, jemi drejt fundit, nashta kishme qenë mirë me bërë një krahasje me rajonin, ku qëndron Kosova në aspektin e qëndrueshmërisë midisore me rajonin dhe a ka diçka të mirë që kishim mujt me marr prej tyre? Ka elemente të mira që mundem me marr prej tyre, ka elemente të këqija që mundem me i pa edhe te ata. Janë në dy drejtime, e para rajoni për mua nuk ka pikë krahasuese, se rajoni përgjithsisht është keq. Nëse megjithatë kemi ndoshta kemi agjendën e gjerë për Ballkanin Perëndimor që krejt domi me përmbush. Absolutisht, dhe disa ecin më shpejt e më lehtë. Për shembull Shqipëria ec më shpejt e më lehtë sepse 90 diçka % e kapaciteteve të saj energjetike është e gjelbërt, është i burimeve tripërtrishme pi ujit. Maqedonia ka ecë me zotime serioze sa i përket agjendës gjelbërt për energji po flas. Te pjesë tjera nuk është që qëndrojnë më së miri. Në Serbi kemi probleme tjera. Në Serbi ekziston një problem serioz me miniera. Në Bosnë po ashtu. Kështu që nuk është që situata është më e mira, secili vend i ballafaqohet me sfida serioze dhe diskutimi për qëndrueshmëri mjedisore nuk është se është më i miri. Në Shqipëri betoni është u fitu. Nuk ka vend në Shqipëri të mirë të keq që nuk është u betonizu. Në ato e flasim si zhvillim, po nuk është. Domethënë shndrimi i tokës, i të mirave publike, të mirave shtetërore me çdo kusht në profit ndërtimi nuk është e mirë. Duhet me pas një plan, një mendim strategjik zhvillimor për një jetë më të mirë, jo për profit më të madh. Dhe e dyta, si një lloj pike për mendim, për me kuptu cila duhet me qenë ambicia jonë, duhet me pa ku po ikë rinia jonë. Cilat vende. Pra rinia jonë nuk ikën në Maqedoni, asë në Shqipëri, asë në Serbi. Rinia jonë ikë Kroacia e Naltë. Kështu që për neve ambicia, sepse nuk është vend i cili s'ka potencial. Qëre na shpesh thojna, jo po kushton, jo s'kushton.
trusti kursimeve pensionale ka mbi 3 miliardë euro në menaxhim, për cilave minimalisht 60% i ka jashtë vendit ma shumë se 60% i ka jashtë vendit në tregjet kapitalit. Bankat tona kanë depozitat jashtëzakonshme në shfrytëzim. Republika e Kosovës ka një buxhet jashtëzakonisht madh. 15 miliardë euro i ka menaxhu qeveria e kaluar për 4 vjet. 15 miliardë. Dhe duhet punojmë me vetë ku. Kështu që na nuk ka që s'kem lek. Nuk ka që s'kem kapacitet financimi, na s'kem bërgj heq, publik bërgj jo, publik s'ekziston. Do me thonë, na nuk është që nuk ke mundësi e potencial financiar. Na ke mungesë të vizionit, ambicjes dhe të përkushtimit për me ndërtu. Diçka e cila i jep njerëzve shkëlqim në sy për me jetu në Kosovë dhe për me bot ardhme në Kosovë. Kështu që kur flasim për krahasime, mos të kesh kuptohem unë për vete ambicjen e kam krahasie për pjetë. Sepse nuk po ik rinia në Maqedoni, as në Serbi, as në Shqipni. Shqipni po çojnë pare bizneset e Kosovës, sepse po shohin mundësi investimi atje jo në Kosovë, rreth 400 miliard në vitin e kaluar. Po për te i kësaj, asnjë shtet në region nuk është pa sfida, por unë për vete sfidën kryesore e kam me neve. Diskutimin kryesor e kam me vendin tim ku jetoj. Dhe jo me tjerët të cilët përgjithsisht edhe kanë ecë më shpejt e më mirë përpara, po edhe piknisin e kanë pas më të mirë. E kemi piknisin edhe më të keqe, edhe planin e kemi më të keq, kondicionin inexistent, edhe vrapin të kadalshëm e shpesh mas. Dardan, për fund, cilë mendon që është roli i qytetarëve, ose çka do të mundeshin me bë më shumë qytetar për një Kosovë më të qëndrueshme në aspektin mjedisor? Unë besoj që secili prej nesh, individualisht dhe kolektivisht, duhet me kuptu që hapësira publike është po aq e rëndësishme sa hapësira private në cilën jetojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, duhet me kuptu që profiti, fitimi, parja, duhet me ardhë si pasojë e punës, angazhimit dhe inovacionit. E jo e transakcionit i cili, si me thonë, degradën vendin ku jeton. E këtë në fund, kisha me dasht me thonë që qytetarët kur organizohen, qoftë në nivel banese, ndërtese, qoftë në nivel lagje, qoftë në nivel fshati, qoftë në nivel qyteti, dhe bojnë presion për një jetë më të mirë, atëherë dhe politika rezonon. Përderisa nuk e bojna, politika funksionon në atë që bën presion më të madh. E kohëve të fundit presionin më të madh e bën profiti, jo qytetari. Që në këtë drejtim po besoj që duhet pak politikën me ngrej ma ka qëndrueshmëria, e këto e bojmë duke u angazhuar, duke i ndalë. Nuk ka kuptim me ndërtu miliona metra katror, ndërtesa, fëmijët me i pas mbyllur me iPad-a sepse s'kan hapësinë publike, pleqt dhe grupet e ndjeshme mësë me pas ku me ecë pi parkingjeve inexistente, hapësira gjelbërta mu trajtu luks, kur flasim për shëndetin publik, me trajtu si një statistik në raportet bankës botnore. Funditës dojnë, kjo është jeta jonë, edhe nëse na nuk angazhohemi individualisht e kolektivisht për një jetë më të mirë, nuk besoj që ai që e njeh profitin angazhohet, sepse ai ka çështjet e zgjidhura. Qëllimet e veta. Po i ka çështjen e zgjidhura, ai te profiti jo. Faleminderit shumë Dardan për bisedën edhe për kohën, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për me. Pra, qëndrueshmëria mjedisore kërkon politika të qarta, zbatim dhe llogaridhënie. Pa këto, çdo strategji mbetet e paplot. Kaq ishte për këtë episod të Equal Voices Podcast, shihemi herën tjetër. Faleminderit.